Atere gocën I kadaifin që unë bera mrem, ja shikoni si dali. Këtu kam vënë gjysmën e kadaifit, ja kam shtruar poshtë në tepsi, në pjesën e poshtme, edhe po I shkriftos që të gjithë kadaifin, si që shikoni me dorë, se duhet të hapni të gjithë që të vi mirë. Duhet të jetë I shkrifët të gjithë, për bazën poshtë, edhe ja si që erdhi. Tani I kam shtuar gjalpin. Gjalpin e kam shkrirë më përpara. Edhe gjalpin duhet ta shkrini derisa të digjet ajo, ke parasysh ajo I gjalpi që të bëhet tamam si gjalpi I shkrirë, se po ta lësh pa shkrirë mirë, ma ka këshilluar shoqja që unë kam thënë dje. Digjet dhe krijon atë, ke parasysh atë pjesën si të djegur lart te kadaifi dhe nuk është mirë. Tu kam shtuar arët në mes. Unë I shtova goxha arë, se neve na pëlqen me arë kadaifi. Edhe ja si që shikoni. Arët I kam ngrirë as të mdhaj, as të voglo shumë, themi normale. Edhe tani për pashket duhet të bëj një baklava, se ma ka kërkuar djali, po do ta bëj një baklava të vogël. Gjithsesi kadaifin e bera që ai e kërkoi që I kishe parë, ja këtu kam bërë dhe pjesën tjetër lart të kadaifit, edhe I kam shtuar gjalpin sërisht. E kam bërë me 2 shtresa, I kam shtuar shtresën e parë, pastaj I kam shtuar arët, pastaj I kam shtuar shtresën e dytë, edhe I kam hedhur gjalpin, po gjalpin do të hidhni edhe tek shtresa e parë që ju të bëni, që të marri gjalp edhe poshtë dhe lart. Të paktën ju duhen 250 gram gjalp. Po ja u them që ta dini që sa gjalp ju duhet. Kurse arra mund t'i hidhni sa të keni dëshire, unë e bera sipas syrit tim. Nuk I peshova arrët, të them të vërtetë. Kurse gjalpin kam shkrirë 250 gram. Këtu kam përgatitur kremin bashkë me panën, si që shikoni. Këtu I kam shtuar sherbetin. Kadaifi ishte I ftohtë, ta dini, kurse sherbeti ishte jo I nxehtë shumë, por që sherbetin duhet ta bëni pak të trash. Unë sheqerin e kam skuqur, se vajza e madhe ma donte kështu. Se dhe baklavan kur e bëj, vajza e madhe do me sheqerin të skuqur, nuk e do me sherbet të bardhë baklavan. Këtu I kam shtuar kremin kadaifit, ja si që shifni, dhe këtu I kam hedhur dhe një pjesë pan lart. Me qenë se e kisha, më kishte mbetur dhe detyrimisht unë ja shtova. Dhe ja kadaifin që unë bëra dje. Ere pare kam provuar pak mbrëm, kishte dalë super. Nuk e di se çfarë kam bërë fëmijët tani kur të veten në shtëpi. Që ta pres, unë gjithsesi sot mëngjes e nxora në frigoriferi që ja u preva atyre dhe po të donin që ta hanin. Këtu I kam shtuar pjesën tjetër të arrave që kishte mbetur. Kishte mbetur shumë pak, si që shikoni. Edhe unë preferova që t'ja shtoja lart. Se sa më shumë gjëra tillë, është aq më mirë bëhet. Këtu I kam shtuar dhe pistakjo, fistike që I thoni juve në Shqipëri, nuk e di. E kam bërë me 2 dhe pistakjo dhe arra lart. Edhe si që po ju thosham, e kam provuar një lugë mrem, kishte dalë super. Ma super me gjithmend. Ishte, që të them, që të haje. E provoni se del fantastik. Ju uroj gjithë të mirat.